Moska i propozoi SBA-s një marrëveshje kundër shkëmbimit të informacionit, sipas të cilës Kremlini do të ndalonte së ndarë informacione inteligjencë me Iranin, të tilla si koordinatat e sakta të aseteve ushtarake amerikane në lindjen e mesme, nëse Washingtoni do të ndalonte së furnizuari Ukrainën me informacione rreth Rusisë. Dy persona të njohur me negociatat SBA-Rusi thanë se një propozim i tillë u bë nga i dërguari rus Kirill Dimitrev, të dërguarve të administratës Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Gjatë takimit të tyre javën e kaluar në Miami, SBA-t mësuan se hodhën poshtë propozimin. Ata, si të gjithë zyrtarët e tjerë të cituar në këtë artikull, ju dha anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së diskutimeve. Megjithatë, vetë ekzistenca e një propozimi të tillë ka ngjallur shqetësime midis diplomatëve evropian, të cilët shqetësohen se Moska po përpiqet të fusë një përçarje midis Evropës dhe SBA-s në një moment kritik për marrëdhëniet transatlantike. Një diplomat i BE-s e quajti propozimin rus skandaloz. Marrëveshja e sugjeruar ka të ngjarë të nxjisë dyshimet në rritje në Evropë se takimet e Witkoff-Dimitriev nuk po sjellin përparim konkret drejt një marrëveshjeje paqeje në Ukrainë, por përkundrazi, shihen nga Moska si një shans për të joshur Washingtonin në një marrëveshje midis fuqive që e lë Evropën në anë të rrugës. Të njëjtën, Kremlini tha se bisedimet e paqes për Ukrainën, të ndërmjetësuara nga SBA-t, ishin në pritje. Rusia i ka bërë SBA-s propozime të ndryshme në lidhje me Iranin, të cilat i kanë refuzuar të gjitha, tha një person tjetër i njohur me diskutimet. Ky person shtoi se SBA-t gjithashtu hodhën poshtë një propozim për të transferuar uraniumin e pasuruar nga Irani në Rusi, i cili u transportua për herë të parë nga Axios. Rusia ka zgjeruar ndarjen e inteligjencës dhe bashkëpunimin ushtarak me Iranin që nga fillimi i luftës, tha një person i informuar mbi inteligjencën. Wall Street Journal raportoi e para për rritjen dhe shkroi se Moska po ofron imazhe satelitore dhe teknologji dronësh për të ndihmuar Teheranin të shënjestrojë forcat amerikane në rajon. Kremlini e quajti atë report lajm të rrem. Trump la të kuptojë një lidhje midis shkëmbimit të inteligjencës me Iranin dhe Ukrainën gjatë një interviste të kohëve të fundit në Fox News, duke thënë: "Presidenti rus Vladimir Putin mund të na ndihmoj pak me Iranin, po mendoj, dhe ai ndoshta mendon se ne po e ndihmojnë Ukrainën, apo jo." SBA-t vazhdojnë të ndajnë informacione inteligjencë me Ukrainën edhe pse kanë zbogluar mbështetjen tjetër. Washingtoni i ndërpreu shkurtimisht shkëmbimet vitin e kaluar pas një takimi katastrofik në zyrën ovale midis presidentit Trump dhe presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky. Kjo ndërprerje menjëhershme e ndarjes së informacioneve inteligjencë shkaktoi një përplasje kaotike midis aleatëve dhe nxori në pa tensione të thella me partneritetin me Kievin. Një diplomat evropian u përpoq të minimizonte rrezikun e propozimit rus, duke vënë në dukje se presidenti francez Emmanuel Macron kishte thënë në janar se 2/3 e inteligjencës ushtarake për Ukrainën tani ofrohen nga Franca. Megjithatë, ndarja e informacionit të inteligjencës mbetet një shtyllë e fundit thelbësore e mbështetjes amerikane për Ukrainën, pasi administrata Trump ndaloi pjesën më të madhe të ndihmës financiare dhe ushtarake për Kievin vitin e kaluar. Kohët e fundit, administrata Trump vendosi të lehtësojë sanksionet ndaj naftës ruse për të lehtësuar presionin në tregjet e naftës, duke shkaktuar shqetësim dhe kritika të forta nga udhëheqësit evropian, si kancelari gjerman Friedrich Merz.